Dimri I ashpër I këtij viti na gjeti në Voskopoj, mes një grupi ski alpinistësh francez të ardhur nga Grenoble. Jashtë bora ka mbuluar makinat tona dhe temperatura në orën 8 të mëngjesit është -11 gradë Celsius. Sa bor ka rënë Astrid? 50 pont mbrëm edhe gjersot. E vazhdon të bjeri? Vazhdon të bjerë. Mirë jeni një? Mirë. Me njerëz, me baktime? Mirë shumë. 50 pont, ja 1 metro kishta, 1 metro gjysëm, vazhdon të bjerë, do vejt 2 metra. Mbas një nate me gjumë të rahatshëm në shtëpinë e ngrohtë, turist pritëse të zotit Astrid Zere, ushqimi I shijshëm me prodhime të shtëpisë, qumësht, djath, mjalë, gjalp, reçel fiku, ftoj, qershie, petulla dhe çaj Lipton, mbështetës I emisionit ton Vila 24, vlerat ushqyese të cilit janë të njohura në malet e Shqipërisë, ashtu si vlerat e çaj Lipton janë të njohura edhe në vende të tjera të botës. Familja Astridit është e gjitha në punë për t'ju shërbyer me korrektesë dhe ndershmëri miqve të ardhur nga Franca. Rreth tryezës me çajin përpara, miq diskutojnë programin e tyre të ditës, gjitjen me ski deri në majën e malit të Shipskës, 1601 metra, duke vizituar më parë kishën e Shën Nikollës në Voskopoj dhe kishën e Shën Gjergjit në Shipsk. Para nisjes, rreth tryezës, miqt flasin për terrenin, borën, kushtet meteorologjike, pa e shkëputur asnjëherë vëmendjen nga vlerësimi I ushqimit të përgatitur nga e zonja e shtëpisë. Ça marche. Voilà. Donc tu as deux positions. Une position montée to go up, okay? Yes, okay. And when you are on the top of the mountain, you block, okay, like that. Yes, I know. Okay? Yes. And you remove the skis, okay? And you can go down, okay? So. Un moment qui est émouvant. Notre groupe a choisi de faire cadeau d'une paire de skis de randonnée, tout équipé avec des pots de phoque, avec tout le matériel, à un jeune homme qui va commencer la randonnée à ski et qui sera peut-être bientôt un des premiers de son pays à traverser les montagnes avec des skis aux pieds.
Et c'est un moment qui est, d'une certaine manière, un peu historique. Et nous sommes heureux de te les offrir. Thank you. You're welcome. It's a pleasure. Astrid, na ushtu edhe një skiator tjetër. Faleminderit edhe suksese. Edhe mbarësi. T'as pas interviewé la mère hein, pour savoir ce qu'elle en pensait. Le maman est pas inquiète hein? Jam Kodel Zere, nga Voskopoja, shkoj në klasën e 9 në Korçë, jam 15 vjeç, tani për herë të parë po vesh ski ecje që do shkoj me grupin në disa male, edhe po skiti kam vazhduar që më i vogël, por jo në këtë mënyrë. Rrugë të mbarë, e suksese, edhe të na shtojeni, ju jeni kujtat e ardhshme. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps. Kisha e Shën Nikollës ndodhet në mes të fshatit. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Ndonë se është ditë e ftohtë dhe me shumë borë, prifti i fshatit e hapi monumentin e kulturës për të shuar kërshërinë e vizitorëve. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs, des milliers de jours. Ky monument, i cili mbrohet me ligj nga shteti, është edhe në shërbim të besimtarëve të fshatit. Et pour aimer, comme l'on dit aimer, quand on aime vraiment, même en s'entend, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Shumë borë, thonë fshatarët. Është vështirë, gati e pamundur rruga deri në Shqips. Janë më shumë se 6 kilometra deri atje. Është dhe e përpjet. Por fshatarët e Voskopojës, ashtu si dhe fshatarët e gjithë Shqipërisë, ende nuk i kanë në shtëpinë e tyre skit e ecjes në mal, si dhe rrobat e përshtatshme kundër të ftohtit dhe lagështirës, ashtu si janë të pajisur miqtanë, të cilët nuk janë alpinistë profesionistë, por ushtrues të pasionuar të sportit të ski alpinizmit, sport i cili është i përhapur shumë në Francë dhe në Europë, dhe pret të përhapet gjerësisht edhe në Shqipëri, vend ku këto lloj skish kanë hyrë aty nga viti 1993, disa vjet më vonë se këto skit ishin përhapur në Europë.
Pejsazhi dimëror i Voskopojës është mbres lënës. Voskopoja është në grop, e rrethuar nga male dhe mikroklima e saj e bën të qëndrueshme borën në fshat për gjithë muajt e dimrit. Nga qendra e Voskopojës, ski alpinistët zbritën deri në Lum, në kuotën 950 metra, për të vazhduar më tej rrugën drejt Shipskës. Tre rrugë mes Tuisë së Borës, së bashku pranë njëri tjetrit dhe me vullnet dhe dëshirë për të mbritur objektivin e vënë. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Këtu jemi te kisha e Shëngjergjit në Shipskë. Il y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Il y a jamais personne. Kishën e Shipskës e hapi zoti Thimi, i vetmi që me familjen e tij ka mbetur në fshatin Shipsk. Marie-Thérèse, elle est obèse. Marie-Berthe, elle est experte. L'entremise de sa tante Artemise. Édouard fume le cigare. Pastaj filloi zbritja me borë të freskët, e cila për ski alpinistët është kënaqësi e veçantë. Fait la cuisine. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il y a jamais personne qui. Ata rështjasin bukur, të sigurt dhe të përgatitur për të zbavitur mes forcave të mëdha të natyrës, mes borës, të ftohtit dhe pjerësive të malit. T'es bien, t'es bien.